Dita ndërkombëtare e punëtorëve 1 maj u shoqërua me një fluks të shtuar lëvizjesh në pikën e kalimit kufitar të Muriçanit. Duke qenë se kjo festë përkon edhe me fillimin e fundjavës, numri i qytetarëve që janë drejtuar kufirit ka qenë i lartë, veçanërisht në dalje nga territori shqiptar. Radha e automjeteve ka arritur deri në 3 kilometra. Pjesa më e madhe e udhëtarëve janë qytetarë nga Shkodra, por nuk kanë munguar as shtetas nga Kosova, të cilët kanë zgjedhur të udhëtojnë drejt Malit të Zi për të kaluar disa ditë pushimi. 1 maj, dita ndërkombëtare e punëtorëve, e cila shënon fillimin e një fundjave, ka sjell fluks të shtuar lëvizje në pikën e kalimit kufitar të Muriçanit. Sipas autoriteteve doganore, fluksi më i lartë është në dalje. Janë kryesisht qytetarë shkodran, por më së shumti edhe shtetas nga Kosova, të cilët po shkojnë drejt Malit të Zi për të kaluar fundjavën. Nga Kosova, Mitrovica, Porolçi. Është hera parë që shkoni? Ja, e treta. Po shkoni për të kaluar fundjavën? Po, me familje. Porolçi. Nga vini ju? Nga Kosova. Është hera parë që shkoni? Hera parë. Po në rregull, për jashtë këtu shpa kolon, për ndryshe në rregull. S'ka pas ndonjë problem atë, s'kem pas. Ndërkohë, autoritetet doganore në pikën e kalimit kufitar të Muriçanit bëjnë me dije se po punojnë me procedura të përshpejtuara për të shmangur krijimin e radhave dhe për të lehtësuar qarkullimin e qytetarëve. Sipas tyre, gjatë 24 orëve të fundit janë përpunuar 7776 shtetas, nga të cilët 3018 në hyrje dhe 4758 në dalje, si dhe 3080 automjete, nga të cilat 1286 në hyrje dhe 1794 në dalje. Ja, ka blen që këto dojnë me.